Një nga anijet më të bukura dhe ikon në botë, Amerigo Vespucci do të mbërrijë në Shqipëri si pjesë e një turneu në mesdhe. Pasi kalon portin e Ortonës në Itali, është nisur drejt Durrësit, ku do të ankorohet mëngjesin e 8 prillit dhe do të pritet nga personalitete të ndryshme, si dhe mjaft qytetar dhe kryeshtar të shumt. Ndalesa në portin shqiptar do të jetë para nga 2 të planifikuara jashtë Italisë në turin e mesdheut, së bashku me atë në Valeta të Maltës, të planifikuar nga data 25 deri më 29 prill. Pas mbërritjes në portin e Durrësit, në anijen Amerigo Vespucci më 8 prill janë planifikuar një sër aktivitetesh institucionale ku do të jetë i pranishëm kryeministri Edi Rama, si dhe ambasadori italian në Shqipëri. Sipas një njoftimi nga Autoriteti Portual Durrës, më 9 dhe 10 prill në molin numër 4 dhe 5 do të bëhet i mundur edhe turi i hip në anijen më të bukur në botë, tek porta përballë kishës së qytetit bregdetar. Por të gjithë kryeshtarët duhet të rezervojnë më parë nëpërmjet faqes online për të patur të mundur vizitën në këtë anije unike. Amerigo Vespucci, e cila do të ankorohet në Durrës, do të promovojë edhe edicionin e 108 të Giro d'Italia 2025, e cila këtë vit për herë të parë etapa e saj do të nisë nga Shqipëria me 9 maj.